3 shenjat më me pak fat të horoskopit gjatë muajit qershor. Qershori sjell shumë lëvizje planetare dhe ndryshime në yje. Ndaj ndikimi mbi shenjat e horoskopit do të jetë i dyfisht, pozitiv dhe sfidues. Të favorizuarit e muajit duhet të ndjekin instinktin e tyre dhe të çlirohen nga çdo dyshim apo breng, ndërsa ata me më pak fat duhet të armatosen me durim dhe vetëpërmbajtje. Më poshtë lexoni cilat shenja do të përballen me sfidat planetare më të vështira deri në fund të muajit. Gaforia. Marrëdhëniet dhe jeta familjare po kalojnë një sprovë të fortë. Plagët e vjetra rishfaqen dhe nevoja për siguri emocionale del në plan të parë. Ndihesh e mbingarkuar nga detyrimet dhe konfliktet në lidhje janë të pashmangshme. Përqendrohu te vetja dhe vendose mirëqenien tënde të parën. Ruaj durimin dhe shmang reagimet impulsive, sidomos gjatë hënës së plot dhe eklipseve. Virgjësha. Karriera dhe rutina ditore janë burimi kryesor i shqetësimeve tua. Vera do të jetë veçanërisht sfiduese në aspektin profesional, duke të bërë të ndihesh shumë e ngarkuar. Stresi, lodhja dhe ngarkesa emocionale do të jenë të pranishme, për shkak të ngjarjeve të papritura dhe detyrimeve të shumta. Mëso të thuash jo ndaj përgjegjësive që nuk të takojnë dhe trego kujdes ndaj personave që janë futur në jetën tënde muajt e fundit. Jo të gjithë meritojnë t'i besosh. Ujori. Ky muaj kërkon kujdes të veçantë. Ka shumë paqartësi, të cilat mund të çojnë në gabime apo incidente të pakëndshme. Tensionet në marrëdhëniet familjare janë të mundshme. Ndaj durimi është virtyti që duhet të kultivosh. Ndryshimet emocionale do të jenë të shpeshta gjatë gjithë muajit. Megjithatë në aspektin financiar pritet një farë stabiliteti. Merr vendime me maturi, shmang investimet këtë muaj dhe do të shohësh që gjërat do të përmirësohen, ndonse ngadalë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.